Falendrimet dhe lavdrimet kulmore i takojnë vetëm Allahu xhaleshanu. Allahun azza wa jall e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmën, faljen, shpresën, vullnetin, udhëzimin, kërkim faljen vetëm prej Allahu xhaleshanu e kërkojmë. Falenderojmë Zotin xhaleshanu i cili na bëri prej muslimanëve, na bëri prej besimtarëve e na bëri prej popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj selavatet janë për vullën e pejgamberis Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme Ehli Bejtin, mbi shokët, sahabët dhe mbi gjithë njerëzit të cilët me përkushtim dhe sinqeritet, me besë të plot e kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalin para Allahut. Të dashtun vllazën, paqja, mëshira, rahmeti, bereqeti Allahut qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Thojmë elhamdulillah për muajin e madh, për muajin e begatshëm. Thojmë elhamdulillah që jena musafir këtij muaji. Thojmë elhamdulillah për një mundësi të madhe që Zoti xhaleshanuhu na dha, një dhuratë të begatshme që na dha, që ne sot të jena këtu së bashkut, të jena gjithë agjerus, edhe agjerim, edhe ditë e xhumë, e namaz, e duhet me thonë elhamdulillah, e begati e madhe është. Begati e madhe është do të thotë që agjerues të falësh namazin. Begati e madhe është që vetëm ta mendosh që gjitha këto vepra janë vetëm për shpirtin e njeriut, vetëm për të mirin e njeriut, vetëm që njeriu me pas një jetë dobishme, vetëm që njeriu me pas një jetë të hajrit, edhe ashtu siç Zoti xhaleshanu ka qejf me apo. Andaj falenderojmë Zotin shumë. Duhet ta ceki që besimtari ka gëzime të mëdha kur vin ky muaj, kur ja mundson Zoti me fal namazin, kur ja mundson Zoti me bë vepra të mira të hajrit për veten e vet, po edhe për tjerët. E në këtë muaj, e posaçërisht në kohën e iftarit, pejgamberi alayhis salam na tregon që besimtari i ka thot dy gëzime. Përveç gëzimeve të mëdha, do të thotë që e ndjen besimtari kur e adhuron Zotin, thot pejgamberi alayhis salam, thot gëzimi i tij i parë, thot është thot kur bën iftar. Padyshim një madhështi e madhe edhe begati e madhe është do të thot koha e iftarit. Kur gjithë bashkohen tek sofra jon, po përveç se bashkohen fizikisht, të gjithë e kena një fjalë, Allahu ta pranoft agjerimin e sotshëm. Kjo është begati e madhe. Ky është gëzimi i parë. Po gëzimi i dytë, thot pejgamberi alayhis salam, gëzimi i dytë thot është kur dalin para Allahu xhaleshanuhu. Po kush gëzohet i dashur vëlla? A gëzohet ai i cili nuk agjeron? A gëzohet ai i cili nuk fal namaz? A gëzohet ai i cili njerëzit nuk janë sigurt nga dora e tij dhe fjala e tij? Jo, fatkeqësisht jo. Gëzohet ai i cili me përkushtim ndaj Zotit, me niyet të mirë ndaj Allahut, agjeroi muajin e Ramazanit. Po flasim për ato të cilët ishin të shëndosht fizikisht, ato të cilët e kanë obligim Ramazanin. Për ato po flasim. Tha pejgamberi alayhis salam kur dalin tha para Zotit, është gëzimi i tij i dytë tha, edhe është më i madhi. Pse? Sepse e din që për Allahun xhaleshanu e ka kryer një obligim. E din që për hir të Zotit e ka bën një vepër. Andaj me të vërtetë është një gëzim i madh. Mirë, po kjo koha e iftarit dashur vëllazën, ka begati aq të mëdha sa që neve na lejon që një dua me e bë, Zoti ta pranon për herë. Aq begati e madhe është kur ta mendosh që vetëm duan të cilën mendja ta shkon edhe ta thet zemra e goja, vetëm shprehet që Allahu xhaleshanu ta pranon. Këtë nuk e thojmë na, këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhis salam, në kohën e iftarit thot agjerusit nuk i kthehet duaja mrapa. A ko do njani pinesh këtu që nuk ka nevojë diçka për Allahun, për Allahu xhaleshanuhu? Se cili pinesh çka jena, po këtu, po në gjithë dynjan ka për nevojë për Allahun. Ka nevojë që mi kërku Zotit diçka, sepse kena mangut na gjithmonë diçka. Na dhe gjitha me pas prap kena mangut diçka. Andaj thot pejgamberi alayhis salam, në kohën e iftarit
duaja, lutja e xherusit nuk kthehet mrapa, nuk ka perde, nuk ka diçka që e pengon atë dua me shku tek Zoti xhaleshanhu. Dashur vëllezër, atë këtë hadith, këtë fjalë pejgamberit alayhis salam, këtë vepër gjigande na duhet me e besu plotësisht. Edhe atë 5 minutë që në iftarit mos ta anashkalojmë asnjëherë. Atë 5 minutë që në iftarit, po në qosh edhe të vozit makinën të mrit shtëpi, po në qosh edhe të përgatit iftarin, thuj, o Allah më fal, o Allah fali prindit e mi, o Allah, ma mundësot që gjithmonë të bëj vepra të mira. Nuk na kushton kur gjë. Nuk na kushton kur gjë, sepse Zoti na ka dhënë gjuhën, na ka dhënë mendjen, vetëm e kujtu Zotin e me ju lut atij. Andaj këtë 5 minutë që në iftarit, apo edhe më shumë, mos e anashkaloni, dashur vëllezër. Mos e anashkaloni, se Zoti nuk na tregon që ka perde mes ti edhe neve në atë moment. Nuk ka. Është një dua e cila pranohet. E me të vërtet na kthehen tek ajo që ka thënë në fillim, me thonë elhamdulillah për begatit që Zoti na ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që Allahu ja pranon thot besimtarit duan, por ose ja pranon atij do të thot si falje gjinaheve, ose ja pranon atij për atë çka ish lut, ose ja pranon do thot në formën që e ruan nga një fatkeqësi, ose thot ja lën thot për ditën e gjykimit. Edhe do thot kur dalin para ditës së gjykimit, robi Allahu xhaleshanhu e pyet, atë kujtohet kjo dua që mu më lut, në atë moment i kujtohet robit vet. Edhe pe Allahu xhaleshanhu i tregon dhe i thot që këtë dua unë ta kam pranu, por ta kam lënë për ditën e gjykimit kur mas shumë ti të ke nevojë për të. Allahu na mundsoj që duat tona me gjetë ditën e gjykimit. Pastaj kjo duaja që e lusim Zotin xhaleshanhu i ka dhe kjo ato të vetat e veta që padyshim na duhet me i ndjek, e që në duan ton kur ja drejtojmë Zotit xhaleshanhu nuk bën me u nxitu, i dashur vëlla. Nuk bën me u nxitu, sepse na pi dëshirës ton po i lutna Zotit. Në momentin që diçka e bëm me dëshirë, nuk na lejohet me u nxitu atë. Aty e bëm për zemrën tonë. Edhe do të thotë edhe na tregon edhe pejgamberi alayhis salam që kur të lutet thot dikush në radhë parë thot ta kujtojnë Allahun xhaleshanhu, ta falenderojnë atë, të më përmendin mu, pastaj thot lutu sa të dush. Edhe e sheh një njeri pejgamberi alayhis salam se si po u lutte. Pasi që e kryen duan e tij, afrohet do të thot e merr afër vetes këtë person edhe i tregon që në momenti thot që do t'i drejtohesh Zotit me lutje, dërgo salat, dërgo selame, pastaj thot lutu sa të dush ti. Andaj kur ta lutim Zotin, ta falenderojmë një herë që na dha mundsinë mu lut, ta përmendim pejgamberin alayhis salam me selam, edhe pastaj ti drejtohena Zotit me çka do që na të kena nevojë. Me çka do që të kena nevojë. Tjetra është do të thotë që në këtë lutjen tonë me pas një përkushtim shumë të madh, mos me kenë lutje vetëm sa me kry punë. Ja, këtë nuk e kërkon Allahu xhaleshanhu. Lutja jon duhet me ndje zemra jon atë çka thot gjuha jon. Duhet me ditë mendja jon atë çka ndjen zemra, atë çka thot gjuha. Omeri radiallahu anhu thonë të kështu. Tha, unë më shumë ti tha kam pas vështirësi deri në momentin kur ta përpeloj lutjen time. Kur ta rregulloj lutjen time, nuk e kam pas ka thonë problem që Zoti thot a ma pranon. E kam ditë që ma pranon në momentin që kam ditë se çka më ju lutun atij. E kam ditë thot. Kjo është ajo që duhet me ndjek edhe na. Me ditë se çka i lutën na Zotit. Me ditë çka i drejtohen na Allahu xhaleshanhu. Se kur ti plotësojmë në gjitha këto, Allahu xhaleshanhu ka me na plotësu doan ton në format e tij, ose na i fal gjënat tona, ose na pranon atë çka i na lutna, ose na ruan për ditën e gjykimit. Po qofse ndoshta na ruan edhe për një fatkeqësie e cila ka qenë e shkruar për ne. E ditë e sotme ka fatkeqësi të mëdha shumë, ka aksidente të mëdha shumë, e cilat shumë herë kalojnë elhamdulillah me të mira, e ndoshta pikë këtyne na duhet me mësu, pikë këtyne duhet me kuptu që ndoshta një dua e ka rujt një person caktum. Kjo është vlera e duas, e sidomos do të thotë në kohën e agjerimit. Edhe
Për në fund, një e cila ka vlerë të madhe për ne, është lutja që duhet me e pas na për njëri tjetrin. Na për njëri tjetrin. Pejgamberi alayhis salam tregon që kur një rob i Zotit thot, një besimtar thot, lutet për vllahën e vet, një melajke thot i qëndron afër tij, edhe i thot amin edhe për ty gjithashtu. Nëse unë tham për ty Allahu t'i çoft gjithat mirat, një melek rën afër me të thot amin dhe për ty gjithashtu. Andaj besimtari nuk qen kan humbi asnjëherë. Edhe kur lutet për veten e vet, edhe kur lutet për tjerët, prap u lut ka për veten e tij. Edhe kur i thot dikujt Zoti t'i çoft gjithat mirat, po pas ka një melek afër vetes vet duke thënë amin edhe për ty gjithashtu. Andaj neve nuk po na kushton kur gjë që në momentin e iftarit me lut për veten tonë, mu lut për prindit tonë, për familjet tona, për rrethin tonë shoqëror, për gjithë ato të cilët na shkon mendjen tonë, edhe në fund më thon, o Zot, ma plotso dhe doan të cilat unë i kam mendjen teme, por për momentin po i harroj e nuk po më shkon mend. Kja është ajo plotësimi i gjitha kësaj. Kur një njeri shkoi tek pejgamberi selam dhe i tha, ja Resulullah, po nisëm tha për në udhtim, a mundesh ta më bëj një dua për mua? Po i tha pejgamberi selam. I tha, Allahu tha ti falt me katet. I tha pejgamberi selam. I tha, ja Resulullah, më jep më shumë se kaq. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu tha ta mundsoft gjithku ku të shkosh që të bësh vepra të mira. Edhe me këtë e plotsoj tha. Me këtë ndjevi vetin plotësum. Kështu që unë lut Allahun që kudo që të shkojmë Zoti na mundsoft që vetëm vepra të mira të hajrit me bën. Lut Allahun që ti na për njerëzve të cilët e këshillojnë njëri tjetrin, pranojmë këshilla për njëri tjetrin, lutena për njëri tjetrin, për të mirën e njëri tjetrit, se me të vërtet gjitha këto vepra kena me gjetë ditën e gjykimit. Secilën dua që e bën për veten tonë dhe për njëri tjetrin, Allahu asnjëherë nuk ka më na humbate. Kështu që lut Allahun të na gradoj me gradat më të larta të xhenetit Firdaus. آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز الأعلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.